Pëllumet që kishe në gojë degu lidhje si bol pajtimi dhe shpëtimi nga përmbytja që përsektohet me anë tipin e Ministrisë të Hirit, e udhërove pemën ullim për mbushin Ministrisë të Shenjta që me anën e saj dhe ata që ishin linj, i mbushën me shpirtin të shenjtë dhe ata që në njëri më të përsosur. Ti bekoje këtë vaj me fuqinë, veprimet dhe marrëdhjen e shpirtit të shenjtë. Që të jetë kjo krizë mos prishë arëm dhe si për të rritë shpirtit dhurata adoptimi e rrobës prishje. Shpëtim nga gjitha tjetë, për ata që kismon të me bërë. La vjatit e mirit e shpirtit shëj, la vje për e tjetë tjetër dhe amin, me Krishtin u veshë, u varusin pa bashkënati vaksinit për vdekjen, që si që gjatë Krishti për së vdekër shpënati se në vëmë mirësanë në shëmëllesin e vdekjes e ti, do të dojmë i përsanë në gjatë duke ditu këtë e njëri unë vjetër përsua bashkë, që të prishën trupi mëkatit, që të mos i shëmej mëkatit, sa e një vdekje, por të gjallë prej Perëndisë, me anën të Zotit Isu Krishtë. Este shëndetore e Perëndisë Aleksandra. Më shirona o Perëndisë si pas mëshirës sa të matë, lutem dhe gjo dhe më shiro, lutem për mëshirë, jetë, paqe, shëndet, shpëtim, vështrim, ndjes, falet në mëkate shërbëtorët Perëndisë. Aleksandra. Takzoj, dorën e Zotit. Ajde, Sofia, ti kesh dorën e mbarë? A vesh nuse? Kjo është shërbesa të rojme e gjatë e për shumë vjetë vizuar. Mitë, është jeni të lirë, bëni një fotografi sa të përgatita, më do bëjmë regjistrim.